Përçarja brenda Kishës Katolike vazhdon të shkaktojë debate. Një prift i shoqërisë së Shën Piu të 10, grupi tradicionalist katolik që u shkishërua pas shugurimit të 4 peshkopëve pa miratimin e Papës Leo, është shprehur se beson se një ditë një pap tjetër do t'i rikthejë në gjirin e Kishës. Gjatë një meshe në qytetin Vil të Zvicrës, prifti Georg Kof deklaroi ashtu siç grupi u përjashtua nga Kisha, një ditë do të vijë një pap që do t'u hapë sërish dyert. Ai kujtoi se diçka e ngjashme ndodhi edhe gjatë pontifikatit të Papës Benedikti i 16, i cili në vitin 2009 hoqi shkishërimin e vendosur ndaj drejtuesve të këtij grupi. Sipas tij, shoqëria e Shën Piu të 10 nuk synon të krijojë një kishë paralele apo të shkëputet nga Vatikani. Përkundrazi, ai tha se anëtarët e saj e konsiderojnë veten plotësisht katolik dhe besnik ndaj Selisë së Shenjtë, ndërsa shugurimet u kryen sipas tij për të mbrojtur traditën dhe kujdesin shpirtëror të besimtarëve. Nga ana tjetër, Vatikani e cilësoi shugurimin e peshkopëve pa miratimin e Papës si një shkelje tepër të rëndë së drejtës kishtare që sjell automatikisht shkishërimin. Sipas Selisë së Shenjtë, grupit i ofrua dialog përpara ndërmarrjes së këtij hapi, por ai vendosi të vepronte në kundërshtim me autoritetin e kishës. Shoqëria e Shën Piu të 10 u themelua në vitin 1970 dhe mbron liturgjinë tradicionale në latinisht, duke kundërshtuar disa nga reformat moderne të Kishës Katolike. Edhe pse përplasjet me Vatikanin kanë ndodhur edhe më parë, grupi vazhdon të shpresojë se në të ardhmen do të arrihet një pajtim i ri me Selinë e Shenjtë.